Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka filluar fushatën e dytë të këtij viti për vaksinim oral të dhelprave dhe mishngrënësve të egër kundër tërbimit. Fushata do të kryhet me hedhje ajrore të karemave të vaksinimit nga aeroporti sportiv në Shtyp deri në fund të dhjetorit dhe mbështetet financiarisht nga Agjencia Ekzekutive Europiane e Shëndetit. Siç njoftuan ata, vlera e mbështetjes së agjencisë për një periudhë 3 vjeçare për vaksinim oral të pranverës dhe vjeshtës është afërsisht 2.5 milion euro. U bëjmë thirrje qytetarëve që të mos i prekin karemat e vaksinimit, të cilat kanë ngjyrë kafe dhe ngjajnë me kube çokolate. Ato janë bërë nga një përzjedhje miell peshku dhe kanë një erë peshku që i tërheq dhelprat. Karemat përmbajnë një kapsul plastike me një vaksinë të lëngshme, që përmban një virus të dobësuar të tërbimit dhe një shënues biologjik. Nëse bie në kontakt me karemat, nga agjencia theksojnë se është e detyrueshme të lahen duart me shumë ujë dhe sapun, dhe në rast të vetlëndimit ose prerjes me një pjesë të kapsulës së vaksinës, është e detyrueshme të kërkohet ndihmë nga një mjek. Rekomandohet që qentë të shëtisin me zinxhir për të shmangur kontaktin e tyre me karemat. Nëse qentë ose macet bien në kontakt me karemin, kjo nuk është e dëmshme për shëndetin e tyre. Vëmendje e veçantë duhet të kushtohet qenëve të gjuetisë dhe gjuetarëve në natyrë, veçanërisht pasi kafshët e egra gjuhen në natyrë gjatë kësaj periudhe. Fushata është planifikuar të përfundojë në fund të dhjetorit, varësisht nga kushtet e motit në terren.